Në zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit e djatha në Vlorë do të ketë 2 kandidatë të pavarur. Gjergjinika, antari i Këshillit Bashkiak të Vlorës nga radhët e Partisë Demokratike, ka shpallur kandidaturën e pavarur. Edhe pse vjen nga radhët e Partisë Demokratike, Nika nuk ka pas vetes demokratët të cilët në këto zgjedhje mbështesin zyrtarisht kandidatin e pavarur Dionis Sota. Arsyese pse zgjodhi që të shpall kandidaturën e tij për të udhëhequr në qytetin e Vlorës, Nika i shpjegon përmes një deklarate publike, teksa shkruan se Vlora ka nevojë për një përfaqësim të vërtetë dhe të denj. Vlora nuk është një bashki që thjesht menaxhohet, është një qytet që duhet çliruar nga interesat e ngushta, kapja politike dhe ekonomike, korrupsioni dhe klientelizmi që ka mbajtur peng prej gati 30 vitesh. E majta ka kthyer Vlorën në një pronë private ku pushteti nuk u shërben qytetarëve, por miqve të pushtetit, shkruan Nika. Ndërsa të majtët i akuzon se Vlorën e kanë kthyer në pronë private për Partinë Demokratike, Nika thotë se prej vitesh i ka tallur demokratët me kandidatë të imponuar. Sipas tij, kandidatët e Partisë Demokratike në Vlorë kanë qenë produkt pazareve të leadershipit. E djata pothuajse është dukur nga arta politike e qytetit. Prej vitesh demokratët në Vlorë janë tallur në përkëmbur me kandidatë të imponuar që nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Demokratike, me historinë e saj dhe me qytetin ton. Nika thotë se Vlora ka nevojë për një alternativë të re, për një kandidaturë që nuk ndan, por bashkon. Edhe pse është kandidati i pavarur, Gjergjinika nuk ka detyrim ligjor për të tërhequr nga Komisioni Qendror Zgjedhor formularët për regjistrimin e Komitetit Nismëtar, afate të cilat kanë përfunduar pasi ai është pjesë e Këshillit Bashkiak. Dhe sipas Nenit 70.4 e Kodit Zgjedhor, i mjafton një vërtetim që është antar i Këshillit Bashkiak për të garuar si kandidat i pavarur.